Ky është dokumenti që i lash Altin Troplinit duke i shtuar dhe një mbiemër turpi Altin Aruba, Troplini, Gjoka, Hajri e tjerë. Pse i shtohet Aruba? I shtohet Aruba sepse dosja Aruba është dëshmia më flagrante e bashkëveprimit, konglomeratit, qeveri, trafikant, biznes. Janë bërë publik emrat e trafikantëve, janë bërë publik emrat e biznismenve, mbahen sekret emrat e organizatorëve kryesor të takimit Arubas dhe këte sekret e mban Altin Troplini për llogari të Edi Ramës. Ndaj dhe sot vendosa që t'ja shtojmë dhe një mbiemër për t'ja nxirë dhe më shumë emrin se që ka të nxirë, Altin Aruba, Troplini, Gjoka dhe Hajri, armikut të egër të pluralizmit politik dhe votës së lirë të shqiptarve, bashkëpunëtorit të Arubës, Irenës me 5 mbiemra, vrasit serial Hajri e të tjerë, drejtësia vonon, por nuk harron. Dhurat, çfarë pash aty? Ja u njoftova dhe disa ditë më parë. Punime intensive, po ndërtonin një mini maternitet dhe ishin sjell aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën, edhe inkubator për bebet. Afishua një listë me emra për të zgjedhur emrin. Prit, kjo është më interesante. Po të lind vajzë, do ta quajnë Skapica ose Spakica. Po të lind djalë, Spakic, Spaku. Me një fjalë, edhe lista e emrave është bërë gati aty për ato që do të quhen bebe Spaku. Por kjo është sigurisht një tallje, bravo. Një tallje, po ka një anë në të pa imagjinueshme. Se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësinë, shejtërinë e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qoftë se kjo vazhdon ky hesap, Shqipëria do të bëhet vendi më i turpruar në botë, sepse në këtë mënyrë turprohet mëmësia, me shejta. Keni zoti Berisha, keni po një rast konkret? Rast konkret, nuk ishte Velisa? Po tjetër? Velisa, ajo u hap shtegur, flitet për disa, po unë nuk jam mjeku i tyre dhe nuk mund t'i bëj publike emrat e tyre pse i flasin. Po flitet për disa ministre, ish-ministre, deputete me radhë. Kjo flit për epidemi. Pra si pas jush po përdorin shtatzanin për të shpëtuar nga tërësisht përdorin
edhe njerë ligjin e shenjtë të mëmësisë dhe të natyrës kundër ligjit të shoqërisë, për të kundërvën ligjit kodit të procedurës penale dhe kodit penal. Kjo është qeveria e Edi Ramës. E dënoj me forcën më të madhe. Pyetje? Zoti Berisha, ditën e sotme ka patur një reagim nga shoqatat e Unionëve të Gjyqtarëve të Republikës, shoqata kombëtare gjyqtarëve të Republikës dhe shoqata prokurorëve të Republikës në lidhje me vendimarrjen e gjykatës shtetësuese për interese të tyre që nuk po zbatohet. Ata bëjnë apel dhe thonë që konstitucioni legjimtar të dëshirë në zbatimin e procesit të këtij vendimi. Përpara, çfarë mendoni ju? Duhet ta Mendoj që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të zbatohen si domosdoshmëri, si detyrim në madhor ligjor në funksionimin e shtetit ligjor. Por vetë gjykata është sjellë në mënyrën jo serioze ndaj vetes dhe Edi Rama e konsideron atë një lloj si një seksion të Partisë Socialiste. Sigurisht që vendimet e gjykatës kushtetuese detyrimisht duhet zbatohen. Ky është vendimi im. Si komentoni ju protestat e nisura në disa bashki që kundërshtojnë, si për shembull Policani dhe tjerë që po kundërshtojnë propozimet për hartën e re? Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat me një trënd të lapsi narkodiktatori kërkon të shuaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve bashkive, të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për rikthim në tyre, të nërmarrin një proces protestet pa ndërprerë, të bashkohen me protestën rinore qytetare, gjerë në suksesin e plot të drejtave të tyre, kërkesave të drejta. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanes i njeriu që kërkon ta ketë Shqipëri në plan të dorës i njeriu i cili i parëtur me pushtet në vend të decentralizimit promovon centralizimin ekstrem i një njeriu që përdori në 2014 dhe vazhdon të thelloj reformën si lev në Arkimedit për shpopullimin e Shqipërisë. Ndaj dhe unë i përgëzoj ata të gjithë qytetarët e këtyre bashkive që ai me gjakstofsi kriminale u bje një kryq nuk do të ekzistojë, pavarësisht se kanë histori shekullore ekzistencë e tjerë me radhë. Zotë Berisha, zakonisht qytetarët të ndryshëm ju shkruajnë edhe për hetime dhe për dosje të ndryshme. Ka shkruar një qytetar çfarë ka ndodhur mbrëm me jatin nga ku shëruar Marziali dhe kush ishin këta persona? Emrat e personave i bëri të ditur policia dhe unë nuk i njoh si emra, por policia i bëri të ditur se unë ndoqa atë si një ngjarje jashtëzakonisht të shëmtuar. Si që paraqet Shqipërinë një banditistan. Imagjinoni ju mrekullinë e ujrave të Jonit. Dhe njerëzit që vinë aty për të pushuar, për të shijuar ato ujra, përballë tyre kanë breshri e banditëve të Edi Ramës. I sigurt jeni që ata janë banditë të qeverisë me lidhje me qeverinë që mbi ligjin një lloj si qeveria. Nuk ka akt më të shëmtuar, i kishte tmerrsisht tronditse për të gjithë pushuesit aty, por është lajmi më i keq që përcjell Shqipëria në të katër anë e dheut për turizmin.
Jo, ne nuk marrim pjesë në përzgjedhje emrash pas aktit të tyre me avokatin e popullit. Ne kemi ndërprer çdo lloj bashkëpunimi në përzgjedhjen e emrave, por mund të them që prokurori i përgjithshëm sot është institucioni më i zhveshur nga çdo kompetencë, dhe kur dëgjoj në raportin e tij, ai flet sikur është drejtori i statistikave të policisë, është një përmendimin tim, është një zhveshje e gabuar që i kanë bërë atij, sepse ai është institucion kushtetues. Dhe ta lësh atë sa për disa statistika, kjo është një akt, mendoj se mund të rishqyrtohet si institucion për korrigjuar disa gabime që janë bërë. Për shembull, ta këtu nuk ka këtu hajtojnë vetë në qëndrone penale, sa hajde administrative, po, për çështje penale të hetoj vetë e ti. Atëherë, është e domosdoshme që një institucion tjetër, natyrisht, me qenë se këta janë institucion kushtetues, një institucion tjetër kushtetues, të marrë disa atribute në mënyrë që askush të mos ndjehet mbi ligjin. E të tjera, por në formë se të kanë krahasi komplet prokurorinë e përgjithshme, institucion nuk ka një rol që duhet të ketë. Keni një koment në lidhje me Ermal Beshiran që ju gjet pasurinë në Francë, hetimet e rrethpër? Tani hetimi duhet të jetë shtjella është Ermal Beshirit apo Edi Rams dhe Olsi Rams. Se ju e pat, ai kishte kështjell, kishte jahte, kishte avion. Pra, pasuritë e shqiptarëve, rroga, pensionet e tyre të vjedhura dhe të shtruara në pasuri prallore nga Ermal Beshiri. Druaj shumë, megjithatë hetimet do ta tregojnë se kështjella mund të jetë e Edi Rams, mbasi ai nuk mund do të toleronte në rrethin e tij shtjellar të tjerë përveç vetes së tij. Mundet. Se fjala e liderit të